e nderuara mualime, cili është roli i gruas në familje, duke e ditë faktin se jemi duke jetuar në një kohë të dinamike, në një kohë të përshpejtuar dhe familja pothuajse janë të shkapërderdhur jashtë Ramazanit. Dhe Ramazani kur vjen pak a shumë gruas i shtohet edhe një obligim më i madh përgatitja e iftarit, syfyrit, edhe punë tjera. Nga ky aspekt, si kishit me pa ju si hoxhenic, si mualime, cili është roli direkt i gruas në familje në Ramazan sidomos dhe kontakti i kësaj gruaje me xhamin, me Kur'anin, me mukabelen? Elhamdulillah, përveç punëve, angazhimeve, edukimit të fëmijëve që kanë nanat, motrat tona në shtëpi, edhe kujdesin shtrimi, si që kemi na tradit, shtrimin e iftarëve, ftesat e musafirëve të ndryshme, ato prapë se prapë janë vetëdisu për vlerën e madhe të leximit Kuranit, janë vetëdisu për sevapin e madh që e gjejnë ato që janë mesin e atyre ku përmendet emri i Allahut, kanë fillu me u vetëdisu mjaftueshëm saqë me qenë në për meset ku lexohet Kur'an në mukabelet, në leximin ligjëratat e tona, do me thonë vazhdimisht na mbështesin me prezencën e tyre. Do me thonë gruaja, grave juve ju bjerë pak ma shumë punë në Ramazan. Po edhe sevapin ndoshta është më i madh. Inshallah sevapin e keni më të madh. Kur e kemi atë se nëse i japim një iftar edhe ai që ka agjëru e han iftarin, shpërblimi është i njëjtë sikur atij që e ka agjëru. Kur i mendojmë këto, kështu që besoj që edhe sakrifica harrohet. Po, është